Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Ndalu me mua. Eja të brohorasim me fjalët e kësaj lutje të zjartë e të vërtet, se ajo të largon të merrin e madh, ngushtësinë shpirtërore dhe ta mënjanon hidhërimin. Nuk ka Zot tjetër posa Allahut, të madhit, të butit. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut Arshit të madh. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut të qiejve të tokës, Zoti i Arshit fisnik. O mbikëqyrës i përhershëm e i përjetshëm, nuk ka Zot tjetër përveç teje. Me mëshirën tënde të kërkoj ndihmë. Zoti ynë, ne jemi në nevojë të mëshirës tënde. Mos i lërë çështjet në dorën time sa do të vogla të jenë ato. Përmirëso mua dhe jetën time në përgjithësi. S'ka Zot tjetër përveç teje. Të kërkoj falje ty, o Zot. Ti që je një, e përveç teje tjetër s'ka. Ti je përcjellësi ynë i përhershëm dhe i përjetshëm. Pendimin tim te ti e drejtoj. Nuk ka Zot pos teje. Ti je i pastër, i patëmeta. I kam bërë pa drejtësi vetes. Zoti ynë, unë jam robi yt, biri i robit tënd. Nën sundimin tënd është jeta ime, veprat e mia të kaluara ti i gjykon dhe je i drejtë në gjykim. Të lutem me të gjithë emrat e tu, me të cilët emërove veten me bukuri, i zbrite në librin tënd, apo ja mësove ndonjërit nga robërit e tu, apo i mbajte në dijen tënde që është e panjohur për ne. Zoti ynë, ty të lutem që me leximin e Kuranit të gjej ngrohjen e zemrës. Le të jetë fjala jote dritë që hap gjoksin tim. Zbut ma pikëllimin me Kuran dhe largoma brengën e shpirtit që s'më shqitet. Zoti ynë, ty të lutem që të më mbrosh nga zemërimi e hidhërimi, nga ligështia dhe përtatësia, nga kooperacia e frika, nga borxhet e thella dhe vërsuljet e padrejtat njerëzve. Ne na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Buzë qesh. Të qeshurit e matur është terapia më e përshtatshme për shërimin e plagëve të vuajtjeve të vazhdueshme, e cila ruan fuqinë e gëzimit shpirtëror. Ebu Darda thonte: kur qesh, qeshjen ja bëj shërim zemrës. Edhe njeriu më i ndershëm, Muhamedi, ndonjëherë qeshte sa që i shieshin edhe dhëmballët. Kjo është qeshja e të mençurve të përvojshëm, që njohin sëmundjen e shpirtit dhe shërimin e saj. Buzëqeshja është kulmi i rehatisë dhe vula mbaruese e kënaqësisë. Por kjo është buzëqeshja pa teprim. Mos qesh së tepërmi, se të qeshurit e tepërt e vdes zemrën. E kjo është e mesmja. Edhe buzëqeshja drejtuar vëllait tënd është lëmosh. E ai, Sulejmani, buzëqeshi i gëzuar prej fjalës së tij. Por me kujdes të mos jetë tallje e lojë. E kur ai solli argumentet tona, ata u tallën me to. Nga begatit e banorëve të xhenetit është edhe qeshja. E sot, në ditën e gjykimit, ata që besuan do të qeshin me jo besimtarët. Arabët ishin ata të cilët e lëvdonin buzëqeshjen dhe e konsideronin si shenjë shpirtëgjerësie dhe bujarie. Në të vërtet, Islami urdhëron të mesmen, në besim, në adhurim, në moral edhe në sjellje. Vrashtësia e fytyrës dhe rrudhja e saj janë shenja një shpirti të ankuar, janë turbullimi i ideve të pastra. Pastaj rrudhej e bëj edhe i vrasht. Ahmed Emin thot në Fejt ul Hatir:
Të buzëqeshurit në jetën e tyre jo vetëm që kënaqin shpirtin e tyre, por ata gjithashtu janë më të fuqishëm në punë, janë më përgjegjës, më të mirë në përballimin e vështirësive dhe shërimin e tyre, si dhe në kryerjen e veprave të mëdha që sjell dobi për ta dhe gjithë njerëzit. Sikur nga njëra anë të vendosnin pasuri të mëdha dhe famë të lartë, e në anën tjetër një shpirt të vetkënaqur e të buzëqeshur, e të më pyesnin të zgjedh, do ta kisha zgjedhur të dytën. Ç'vlerë ka pasuria me fytyrë të mrolur? Ç'të duhet fama kur shpirtin e ket ngushtë? S'të bën dobi e tërë dynjaja me gjithë çfarë ke, nëse vetë je i shqetësuar e i mërzitur. Thua se je kthyer nga përcjellja e kufomës së më të dashurit. Ç'të duhet gruaja e bukur kur zëmrohet, vrazhdësohet dhe e kthen shtëpinë në ferr? Më e dobishme për ty është ajo që s'ka këtë shkallë të bukurisë, por sjelljen e pëlqyeshme, buzëqeshjet e ngrohta dhe që e bën shtëpinë si një prej kopshteve magjike. S'ka vlerë një buzëqeshje që nuk del nga thellësia e njeriut e pastër dhe natyrshme. E nëse ai përpiqet ju fal vetëm qeshje artificiale, kjo i mbetet vetëm fytyrës tij dhe nuk depërton tek të tjerët, sepse ai kërkon ta falsifikojë natyrën e tij të pastër e të vërtetë. Shiko rreth teje me kujdes. Lulet buzëqeshje, pyjet e dendura, luhatën të qeshura, detrat, lumenjt, qielli, yjet, shpezët, të gjithë të buzëqeshur. Pra edhe njeriu në esencën e tij ri buzëqeshur. Sikur të mos e prekte xhelozia, sherri, naiviteti dhe shkaqet e tjera që ja humbin dritën e fytyrës dhe e bëjnë të mrolur. Ai nuk e sheh këtë bukuri që qëndron ditë e natë para syve të tij, se në shpirt është i dobët e i shkatërruar. Secili prej nesh e sheh dynjan përmes veprave, mendimeve dhe shpirtit të vet. Kur vepra që bëra të jetë e mirë, mendimet që më shpojnë kafkën të dlira, e shpirti i pastër nga mllefet, atëherë shqisa e të pamurit do shoh pastërti. Gjithçka që më rrethon në këtë hapësirë e shoh të bukur, shoh realitetin. Por të pamurit kur të më bëhet i paqartë, të më nxihet qelqi i syzeve, çdo gjë rreth meje e shoh të zezë të errët, atëherë duhet të kontrolloj trurin, veprat, mendimet, shpirtin, e t'i kthej në çiltërsinë parësore që ta shoh të vërtetën e bukur ashtu siç është e paprishur. Kemi shpirtra që mund të bëjnë prej çdo gjëje dhimbje e vuajtje, dhe shpirtra që mund të bëjnë prej çdo gjëje lumturi. Gruaja së cilës në shtëpi si sheh syri përveç gabimeve, tërë ditën e bën të zezë, për shkak se pjata i është thyer, se gjella ju bë e krëpshme, se gjeti letrat cop të hedhura në përdhomë, bërtet edhe fyen, sharja përfshin të gjithë që janë në shtëpi dhe pas pak ndizet zjarri. Gjithashtu ka burra që turbullohen me veten dhe me ata që u gjenden përreth për shkak të një fjale apo komentimi të keq të saj, ose prej një pune të pavlefshme që u ngjau apo e bën, ose për shkak të humbjes tregtare, një fitimi që prisnin të arrinin por nuk ju realizua, e për shumë gjëra të tjera që s'kan vlerë. Pra, bota në sytë të tyre është e zezë, pastaj edhe atyre që janë rreth u anëzijnë. Këta njerëz kanë fuqi ta zmadhojnë të keqen, dhe prej një kokre bëjnë pirgun, prej bërthamës bëjnë drurin. Ata nuk mund të bëjnë mirë, ndaj nuk gëzohen kur u vijnë të mirat edhe nëse janë shumë, e as nuk kënaqen me atë që arritën edhe nëse është e madhe. Jeta është art, e arti është shkencë që studiohet. Për njeriu është më mirë të mbjellë trëndafila, jaseminë e dashurinë në jetën e tij, se sa të lodhet në grumbullimin e të hollave dhe fryrjen e xhepave. Ç'vlerë ka jeta kur gjithë mundin ja drejton mbledhjes së pasurisë, e s'bën asnjë përpjekje në lartësimin e bukurisë, mëshirës dhe dashurisë në të. Shumica e njerëzve si çelin syt për bukuritë dhe gjërat interesante në jetë, por për dinar dhe derhem.
Kalojnë rreth kopshteve plot trandafila të bukur dhe ujë të vrullshëm e shpezve këndues, por as që u hynë në mend t'i shikojnë ato. Në mend kanë dinarin që doli e dinarin që hyri. Ishte dinari mjet për jetë lumtur. E rrotulluan gjendjen dhe shitën jetën e lumtur për hir të dinarit. I larguan syt nga shikimet e bukura dhe i përshtatën të mos shikojnë përveç dinarit. Nëse e ke humbur shpresën, s'mund ta gjesh buzëqeshjen. E nëse e dëshiron buzëqeshjen, luftoje atë që ta humbi shpresën. Shansi të ofrohet ty dhe të gjithëve. Nga dhënimi është i hapur. Dera e tij është për ty edhe për të tjerët. Mësoje veten të jesh i hapur dhe shpresdhënës për vete dhe të tjerë. Përfytyro dobinë dhe të mirën për të gjithë. Nëse mendoni se jeni krijuar për gjërat e thjeshta dhe të vogla, atëherë s'mund të arrini në jetën tuaj përveç të voglat dhe të thjeshtat. E nëse mendoni se jeni krijuar për çështjet e rëndësishme dhe me peshë, atëherë mund t'i thyeni kufijt dhe t'i largoni pengesat derisa të arrini te fusha e gjerë dhe qëllimi i kërkuar. Për ta vërtetuar këtë, po ju jap një shembull nga jeta e përditshme. Ai që gjendet në sallën sportive, e cila sallë ka një gjatësi për 100 metrash për gara vrapimi, kur të mbarojë së vrapuari, menjëherë ulet se lodhet. S'mund të vrapoj më tepër se sa kishte planifikuar në tru për të kaluar. Por tjetri, që hyri në sallën e sportit me perimetër prej 400 metrash, kur kaloi 200 a 300 metra, nuk ndjeu lodhje gjersa arriti cakun e 400, se qëllimi i tij ishte caktuar në 400. Pra inkurajimi vetvetes varet prej çështjes dhe qëllimit që ke vendosur në skicën e trurit. Cakto se çfarë do të arish. Edhe sikur arritja e saj të jetë e vështirë, mos u merakos, sepse çdo ditë të jedh hapet drejt saj. Ajo që e shtyp shpirtin, që e rrudh dhe e dërgon në burgun e errët, është të menduarit keq dhe humbja e shpresës. Jeta e keqe qëndron në shikimin e së keqes dhe në hulumtimin e turpeve të njerëzve, llomotitjet me fjalë për mangësitë e botës. Nuk gjen njeriu mbështetje në asgjë, ashtu siç gjen mbështetje e sukses te një edukator që ja zhvillon aftësitë natyrore, ja rikthen faljen dhe gjersinë e gjoksit, e mëson se dobia është qëllim kryesor. Ne duhet të shpejtojmë të bëhemi rrënje dobisë së njerëzisë, aq sa kemi mundësi, që shpirti ynë të jetë diell i ngrohtë për një dritë, dashuri dhe dobi, që zemra jon të jetë e mbushur me ledhatime, respekt e njerëzi, të ketë dashuri në arritjen e dobisë për secilin që të thret. Shpirti i buzëqeshur i shet vështirat dhe kënaqet kur i mund ato. I shikon dhe buzëqesh, i shëron dhe buzëqesh, del fitues dhe buzëqesh. Kurse shpirti i mrolur si she realisht vështirësitë, por i zmadhon ato dhe pastaj i bie interesi për to dhe shfaqsohet me sikur, nëse e lloj justifikimesh. S'është koha ajo që e mallkon atë, por mendimet e tij dhe kultura që ka. Ai dëshiron fitimin në dynja, e nuk ja vë çmimin. Ai sheh në çdo rrugë luanin vërsulës dhe pret derisa të bjerë floriri nga qielli apo të shpërthejë toka prej pasurisë. Me të vërtetë, vështirësitë në këtë jetë janë çështje me përqindje. Shpirti shumë i vogël sheh gjëra shumë të vogla. E shpirtgjërët nuk shohin vështirësitë më dha, por atyre madje ushtohet madhëria aq sa ju ushtohen të vështirat, kurse shpirtvegjëlve ushtohen sëmundjet duke ikur prej tyre. Vështirësitë e kësaj jete më ngjajnë me qenin e tërbuar dhe kafshues. Ti ecën në rrugës, kur papritmas të del ky qen që është i urritur për kacafytje. Ti e vështron atë, friksohesh edhe ikën me vrap. Ai të ndjek duke lehur, nga se u tregove frikacak. Por si kur të qëndrosh, pa ngatruar këmbët, e ta shikosh në sy dhe të vazhdosh rrugën, ai të largohet nga rruga jote
edhe merr ferrat. Pastaj, s'ka gjë më vrasëse për shpirtin se sa ndjenja se je i humbur, i nënçmuar dhe i pavlerë. Prej këtyre ndjenjave është e pamundur të dalë vepër e madhe, e as nuk pritet prej këtyre ndonjë dobi. Ndjenja e të qenurit i humbur të bën të humbasësh besimin në vetvete. Nëse fillon ndonjë punë, friksohesh në fuqinë tënde dhe e dyshon fitore. Kështu që në fund pëson humbje. Besimi në vetvete është një veti e madhe, nga që në të varet suksesi në jetë. Ilia e Bu Madi thuri këto vargje. Tha: qielli është nxirr, e umrol në fytyrë. I thash: buzëqeshti, mjafton vrazhdësia në qiell, bëu ti i çlirët. Tha: rinia më kaloi, më hodhi si mbeturin të kroj. I thash: buzëqesh, dhimbjet e rinisë që mban në tru coptoj, se në këtë jetë askush për gjithmonë s'qëndroj. Tha: ajo që më ishte më e shtrenjta në dashurinë time, e helmoi shpirtin tim, e më la të djegur në përkujtime. I theu të gjitha premtimet, dhe pasi zemra ma përvetsoi, shpirti më zhvrar, shpresat më janë fshirë, fytyra buzëqeshjeve ju tha lam të mirë, e si mund të qesh kur vdekjen e shpirtit ma la peshqesh? I thash: buzëqesh, ngriu sy pa trembur, trego se jeton dhe ende nuk e vdekur. Përballoje flakën e tradhtarëve, mos lejo një këmbë fytyrën të ta prek. Tha: tregties më ecën, dita ditës më humbet e në hiq më tretet. Një lloj si i ngrati në shkretir, zgjen një pikë ujë për të pirë, i shtrirë në pluhur, i vdekur mbetet. Një lloj si vajza e bukur e zbeht e smur, koll me copa gjakun nxjerr, s'ka dobi kur të njëjtën vjell. I thash: buzëqesh, se ti si ke barrat dëshirimin e saj në dorë, e ndoshta buzëqeshja jote te shumë të tjerë hidhërimet i korë. Tjetër kush që e kriminel, ai fajtor le të ngel, me veprat e tyre mos u zëmëro, e shpirtra njerëzish ende s'ke vrarë. Tha: si të gëzohem kur armiqtë rreth meje me zëra ujqërish më trishtojnë, kur qerdhen time me zogjtë e mi ma rrethojnë. I thash: gëzohu dhe krenohu, nuk do ta kishin shkelur ujqërit o borin, po të mos kishe famën e njerëzis. Ti e njeri që akullin ke thyer, për këtë të vërsulen e të vinë me të rëmbyer. Tha: festave ju doli lajmi se para pragjeve janë, mua si kur më thonë, robet reja dhe lodrat e fëmijëve ku i kanë. Për këtë obligim të pamdar ndaj të dashurve që kam, syri e zemra pareshtur më qanë. Kur dora nuk më arrin, e gjepat e shqyrat holla nuk mbajnë. I thash: buzëqesh, mjafton ti që në mesin e tyre je i gjallë, nuk je i vdekur e i ndarë, që të lajnë festën me lotin e syve e përsëri mos me të parë. Tha: netët e mia më dhan ujin e hidhur, nga vuajtjet të shtrydhur. I thash: buzëqesh, nga ky ujë që pive mos ri duke u dridhur. Ndoshta të tjerët, kur t'ju shohin të qeshur, do t'ju bashkangjiten. Vuajtjet anësh duke i hedhur. Vallë, a thuat pasuron hidhërimi, apo ta hum pasurim gëzimi? Shoku im i dashur, buzët e tua nëse qeshin nuk kam për të të plasur, dhe as një fytyr nga të qeshurit para kohës është plakur. Buzëqesh si shkëndije zjartë, që lundron dhe vallëzon në qiellin e mjegulluar. Tha: buzëqeshja as njeri në këtë botë se përgëzon, përderisa deshi apo s'deshi ai në këtë dynja vjen dhe ashtu nga dalë dikur shkon. I thash: buzëqesh, përderisa je gjallë dhe ende s'ke vdekur, se pasi të mbulohesh me dhe, kur s'ke për të qeshur.